Ju përshëndesim të gjithëve zonja dhe zotrinj, jemi në këndin e të ftuarit. Fillimisht më lejoni në emër të Departamentit Informacionit në Fax News, ju urojmë të gjithëve gëzuar 28 nëntorin, ditën e flamurit, ditën e pavarësisë, po natyrisht edhe ditë lindjen e Ademi Ansharit, sepse dim që njerëzit e mëdhenj, patriotët e mëdhenj kanë vetëm datë lindje, janë të pavdekshëm, ashtu sikurse janë të pavdekshme edhe veprat e gjithë para ardhësve tanë që kanë sakrifikuar për një Shqipëri të lirë e të mosvarme. Kam zgjedhur që bisedën e sotme ta bëj me Xhafer Sadikun, studiues i historisë, një nga studiuesit më serioz në fakt të historisë. Sadiku, përshëndetje, mirë se vjen. Përshëndetje Eliana, urime teleshikuesve tuaj, urime gjithë për ditën e parë të shtetit parë shqiptar. Sadiku, më vjen shumë natyrshëm t'ju pyes, sepse është folur gjërësisht për nëntorin e parë, nëntorin e dytë, por ku jemi me atë dhe dashurin sot, Sadiku, sipas jush? Po, në fakt, historia e Shqipërisë, ose historia e shtetit shqiptar, po themi, sepse nuk është aq që si do ta donin ata që e shpallën në pavarësinë e Shqipërisë, ose ata që e ndërtuan shtetin shqiptar, dhe ata që e shpresonin për një shtet që t'i mbronte, që t'i kultivonte vlerat e tij dhe që të çante rrugën drejt prosperitetit dhe pavarësisë reale. Pse ndodhi kjo? Sepse ata që morën pushtetin mbas funksionimit të shtetit shqiptar nuk ishin të gjithë në atë nivele që kërkonte akti i madh i një shteti modern, por panë më shumë interesat e veta dhe vunë shtetin shqiptar në funksion të pushtetit të tyre. Dhe përdorën mekanizmat e shtetit dhe ne jemi praktikisht në këtë gjendje që sot. Të cilët po largohen, do shqiptar po largohen nga dheu dhe ndërsa festojmë ditën e pavarësisë, ne në fakt po braktisim pikërisht atë dheun, atë për të cilën për shpallur pavarësia. Pra, nuk jemi, siç thot himni kombëtar, të përbashkuar rreth një qëllimi të përbashkët, që duhet ishte Shqipëria, kombi, në fakt, jo vetëm Shqipëria. Po, për fat keq nuk jemi. Nuk jemi sepse tham pak më parë, idealet kombëtare janë prevalojnë, janë mbi ato ideale, mbi ideologjitë ndryshme, të cilat i përdorin grupe të caktuara. Tek ne ka ndodhur, për fat keq ka ndodhur ndryshe. 80 vjet, nuk janë pak. 80 vjet të fundit, për shembull, e dim të gjithë që nuk janë më emrat e atyre që shpallën pavarësinë, emrat e elitës politike, emrat e paris lokale, emrat e klerit dhe emrat e figurat të shquara të popullit, shumica e tyre disa nuk kanë varre, disa të tjerë u persekutuan, familjet e tyre u masakruan, dhe për fat keq ka bërë strukturat e shtetit shqiptar, si ka se kush ka qenë në krye, ose kush është, ose kush i drejton këtë struktura. Vetë familja e Ismail Qemalit në fakt është persekutuar, për të mos folur pastaj për firmëtar të tjerë të aktit të pavarësisë, burgosur, ekzekutuar. Për fat keq, është të mendosh që në shekullin e 21, kur po kalon çereku i shekullit 21, ne vazhdojmë akoma me historiografinë komuniste. Kjo është shumë e rëndë. Dhe unë mendoj se si studiues i historisë, unë mendoj se kjo do të ngarkohet me përgjegjësi, duhet ta ngarkonte me përgjegjësi të rëndë Institutin e Historisë dhe Akademinë e Shkencave të Republikës së Shqipërisë. Nuk mund të pranohet kurrësi termat patriot dhe tradhtar, kur atë dhe është i përbashkët, kur të gjithë elita politike e asaj kohe, paria lokale, në aktin e shpalljes së pavarësisë kanë qenë të gjithë të bashkuar. Është rasti i vetëm kur shqiptarët kanë qenë të bashkuar dhe për aktin e pavarësisë me idenë që të ndërtonin shtetin shqiptar. Nuk mund të pranohet kurrësi që një shtet të dhunojë shtetasit e vet në emër të një ideologjie.
Kurse si. Sadiku, unë natyrisht shfletova mbrëm me thënë të vërtetën disa nga librat tuaj, botimet tuaja, por unë ndala edhe tek një antologji që është shumë e rrallë, besoj ju e keni shfletuar, është antologjia e gazetarisë shqiptare, edhe më bëri shumë përshtypje se si shkruan ndikur gazetarët apo qofte edhe historianët për Shqipërinë, për kombin, për atë dhe dashurin, nëse nuk është e tepërt më lejo vetëm disa reshta. Dhe fatkeqësisht kjo lloj gazetarie apo komunikimi publik fatkeqësisht sot mungon. Cila zemër shqiptari nuk mallëngjehet kur dëgjon 28 nëntor? Cili sy shqiptari nuk loton prej gëzimi duke kujtuar ngjarjen e madhe të asaj dite? Cili nuk e çmon ditën që e nxori kombin ton dritë? Është dita që Shkaba, shoqi i pandarshëm i atit ton të madh, hapi krahët e saj dhe lajmëroi botën që një komb i ri, por i vjetër, mori vend afër kombeve të tjerë, që një shtet i ri u shtua në vallen e shteteve që rrojnë mbi dhe. Në mendjen ton vijnë gjithë ato kujtime të ëmbla. Më lejo të pyes, Sadiku, cili është roli dhe si e gjykoni ju rolin e medias sa i takon kësaj çështjeje? Po, media në përgjithësi është pasqyron pak a shumë atë politik që është sot, sepse ande ka frymëzimin e vet, ande me subvencionet, dhe jo vetëm kaq, por edhe nga të huajt, për fat të keq. Jo, shpallja e pavarësisë së Shqipërisë dhe akti i mëvetësisë së Shqipërisë ka qenë një akt vepërmadhore që nuk ishte produkti një dite, nuk ishte vepre një dite. Ishte të shumë viteve punë, sakrifica, përpjekje të faktorëve edhe të faktorëve të huaj, të shtetet fuqive të mëdha, për shembull kryesisht të Austro-Hungarisë dhe Italisë, ose të perandorisë osmane, është gënjur në mënyrë jo racionale. Qëndrimi që kanë mbajtur këto shtete është mbajtur, domethënë ne festojmë, përkujtojmë për ditën 28 nëntor, dakor, është data që kulmoi. Gjithë ato sakrifica, gjithë ato përpjekje kulmojnë në këtë datë. Por kanë qenë faktorë të tjerë, ka qenë dhe faktorë të tjerë, nuk ka qenë, pavarësia nuk është vepër, as e një njeriu, as e 5 të tjerëve, as e 50 të tjerëve. Ka qenë, është vepër e madhe, nuk është aq e thjeshtë të organizosh të shpallësh një shtet, të organizosh një shtet dhe ta bësh funksionar këtë shtet. Duhen shumë resurse, duhen shumë ide, duhen shumë që në Shqipëri për fat të keq që qysh atëre, mbas 44-s është keq interpretuar, është keq përdorur. Mjafton të kujtojmë që shpallja e pavarësisë në 1918 është festuar në regjimin komunist vetëm në vitin 1962, 18 vjet mbas marrjes së pushtetit. Është përdorur thjesht për pushtetin, është përdorur duke dekoruar disa dhe duke mohuar veprën e të tjerëve, dhe është janë ndarë shqiptarët që është përjashtuar elita politike, paria lokale e asaj kohe dhe janë përjashtuar nga këto ngjarje të mëdha. E tham një herë, por që do ta përsërisim përsëri, se kemi për detyrë morale ta përsërisim dhe të nderojmë edhe miqtë tanë ndërkombëtar, sidomos Markizin e San Giulianos, ministrin e punëve të jashtme të Italisë dhe kontin Bertolt të Austro-Hungarisë. Po kështu dhe portën e lartë, e cila nuk kanë qenë ashtu, nuk ka pasur atë rol siç na i tregon filmi Nëntori 2, që është një falsifikim i tërë historisë së Shqipërisë. E them këtë sepse forcat që kanë qenë osmane, që kanë qenë në Shqipëri, kanë qenë për të mbrojtur Shqipërinë në 28 nëntor, kanë qenë për të mbrojtur Shqipërinë dhe sa të pash Janina kanë ndihmuar Ismail Qemarin të shkonte gjatë rrugës nga Durrësi deri në Vlorë. Ka dokumenta, nuk e ka penguar, por përkundazi e ka ndihmuar. Pra mirë, po shtypi këto nuk i thot, gazeta këto nuk i thon, sepse duan të mbajnë ndezur konfliktin brenda shqiptar, duan të mbajnë ndezur luftën e klasave, duhet të përveçojnë ngjarje të mëdha të historisë në funksion të pushtetit. Sadiku, unë ju kam lexuar shpesh herë, keni qëndruar mjaft edhe tek
intrigat, si që keni konsideruar ju, për përçarje të shqiptarëve, ku jemi sot, sa i takon kësaj? Po, për fat keq, ne sot jemi në vitin, sigur jemi në vitin 1903-1908. Kur shikon sot në televizionet shqiptare, në televizionet që janë dhe me shtrirje kombëtare, po themi, kur shikon ide të tilla të marra për konvertimet e shqiptarëve sot, është e tmerrshme ta mendosh që kjo është vepër e rënd penale njerë dhe jo më t'jepen në televizion. Si ka mundësi që këta po bëjnë në lojnë që kanë bërë shqinjit balkanik në vitin 1912, që kanë bërë masakra dhe genocid për mbi shqiptarët? Media duhet t'i trajtoj mirë këto probleme, sepse nuk janë probleme aq të thjeshta sa duken. Është fare lehtë që të krijojnë grupe e të krijojnë gjithfari të prapin ide të vjetra, që janë ide të vjetra të kryqëzatave. Nuk janë ide të shekullit të 21. Nuk janë ide të drejta, sot fokusohemi te drejtat e njeriut, se nuk mund të ketë një kombë, nuk mund të ketë një shtet funksional, nëse mohon shkel të drejtat e njeriut të një kategorie të caktuar njerëzish, të shtetasve, thënë. Po jo vetëm të shtetasve, po dhe të banorëve që nuk janë shtetas shqiptar, por që banojnë në Shqipëri, që punojnë në Shqipëri. Duhet i garantosh të drejtat, duhet i garantosh lirit, duhet i garantosh të gjitha të drejtat që si ka legjislacioni ndërkombëtar, dhe legjislacioni jonë i cili është përshtatur me atë ndërkombëtar. Si mundet të thuhen këto? Si mundet në shekullin e thash pak më parë, si mundet që mbrojtësi legjendari i Shkodrës të quhet tradhtar? Si mund të lejojmë ne fëmijët tanë, niprat e mi, si mund të mësojnë që mbrojtësi i Shkodrës të quhet tradhtar? E keni për Esat Pashtoptanin në këtë rast? Po jo vetëm s'është vetëm Esat Pashtoptani, janë dhe të tjerë, janë patriotët shqiptarë që kanë mbrojtur Shqipërinë, ka deri gjakun, Eliana. Në Shkodër janë vrarë disa mijëra shqiptarë. Përse janë vrarë? Janë vrarë për mbrojtur Shkodrën, që Shkodrën mos a merrte Malizi, por Shkodra ishte e Shqipërisë siç ka qenë në lashtësi. Për këtë janë vrarë. Si nuk përmendet askush atje në Shkodër, si ka mundësi shqiptarët e Shkodrës e të gjithë Shqipërisë mesme, të gjithë shqiptarët kudo që janë, si ka mundësi të mos bëjnë atje, mos bëjnë tuflule në Shkodër, kur atje kanë luftuar gjyshirit e tyre, Eliana. Kanë qenë gjyshit e tyre, kanë marrë nga 20 plagë, Eliana. Për mbrojtje Shkodrën. Si ka mundësi? Nuk ishte pavarësia vetëm thjesht të ngrimë një flamur, atë po ngrimë flamur dhe e bën. Nuk është pavarësia e Shqipërisë se i tha Konti Bertold Ismail Qemali që nëse s'ke një shtizë ku të varësh flamurin t'ja pun një bajonetë diçka tillë. Tan pralla ja për folklorizëm, Eliana. Nuk është kështu historia e Shqipërisë. Nëse duam që shkollat tonë të mos ketë analfabet funksional, Eliana, ne duhet t'i mësojmë të vërtetën. Dhe vërteta nuk është ajo. Ne harrojmë, nxënësit ta nuk e dinë, po t'i pyesësh që çfarë është akordi shqiptar. Marrëveshja italo-austriake vitin 1897-1901. Ne nuk e dimë. Ne nuk e dimë se çfarë është marrëveshja e Myrshteku, nxënësit nuk e dinë. Nxënësit nuk e dinë çfarë është kryqëzata ballkanike. Sadiku Ndjes nuk e dinë dhe jo për fajin e tyre, nuk e dinë sepse Po sigurisht. E kanë censuruar, nuk e dinë sepse ne kemi një histori ende të retushuar. Edhe pse më lejo ta sjell në vëmendjen publike që janë paguar miliona e miliona euro vetëm vitet e fundit që të rishkruaj historia, dhe këto miliona kanë shkuar tek Akademia e Shkencave. Dhe ende nuk dim a është rishkruar historia dhe kush janë fakt historianët që do ta rishkruanin. Ky është problemi jonë i madh që ta nderojmë pavarësinë e Shqipërisë, ta nderojmë aktin e shpalljes së pavarësisë së Shqipërisë, duhet dim se cila ka qenë periudha para pavarësisë dhe cila është periudha të paktën e 3-4 vjetëve pas pavarësisë së Shqipërisë. Se u eliminuan Ismail Qemali, se u eliminua Esat Toptani, se u eliminua Prent Bibdot Pasha, se u eliminua Hasan Prishtina. Kush e eliminoi? Se i vran. Si ka mundësi që vrasësit ne t'i quajmë herojnë të popullit? Dhe ata që kanë luftuar për Shqipërinë ne t'i quajmë tradhtar akoma? Si ka mundësi pse të mos ikin fëmijët tanë, nipret tanë, mbesat tona, që ikin në perëndim? Çfarë do mësojnë në këto shkolla këtu? Të mësojnë gënjeshtrën,
Se në qoftë se do Ameliana që ta nderojmë historinë e Shqipërisë, në qoftë se do ta nderojmë flamurin shqiptar, kombin shqiptar, shtetin shqiptar, ne duhet të mësojmë brezave të rinj të vërtetën, që të bëjnë vërtet krenare për atë dheun e tyre. Nuk bëjmë krenare duke gënjur, duke thënë ky tradhtar dhe ky armik. Në Shqipëri çfarë ka ndodhur? Në Shqipëri çanin njerëzit e persekutuar gjatë kohës komunizmit, kur ata që nuk kanë asnjë merit për Shqipërinë burreshin me flamurin dhe bijtë atyre që ngritën flamurin në Vlorë dhe gjithandej në Shqipëri, në Tiranë, në Durrës, në Basane, kudo, në Shqipëri ata ngelen pa shkollë. Cili vend në botë, cili shtet në botë ka ndodhur? Kur ka ndodhur kjo? Prandaj është akti i madh i pavarësisë së Shqipërisë, ne bëm shteti shqiptar, ata që shpallën pavarësinë e Shqipërisë, shpallën që shteti shqiptar të ishte për të gjithë një lloj. Ishte mbrojtës i shqiptarëve dhe jo vetëm i shqiptarëve, i gjithë banorëve që banojnë në Shqipëri, se nuk ka vetëm se ka dhe tjerë. Atëherë që të garantojë të drejtat. Cili është roli i tyre? Roli i shtetit shqiptar. Sot, shtet klasor, shtet ideologjik. Si mundet administrata e shtetit të bëje të formatohet në këtë mënyrë, kur a dimni ustem teleshikuesve, si ka rënë, pse është rrëzuar qeveria Ismail Qemalit? Se qeveria Ismail Qemalit u vendos në Vlorë, por nuk u mbeti aty dhe kur të tjerë të kërkonin të largohen nga Vlora, ta projektin nga Shqipëria e Mesme, që të shtritë autoritetin në tërë sipërfaqen e Shqipërisë, nuk donin. Ta duhet ta dinë shqiptarët, sepse në fundit pse ndodhi kjo ngritja e Shqipërisë Mesme që këta gënjejnë shqiptarët kanë 100 vjet që po gënjejnë, kanë 80 vjet që po gënjejnë. Unë po citoj vetëm Enver Hoxhën kur u bë, po them kemi realist, kemi një gjë të vërtet. Enver Hoxha në bisedë që bëri me Institutin e Historisë, në mbledhjet byros politike në vitet 50, në gjysma e dytë e vitet 50, i tha për shembull Stefan Aqpollos, drejtori i historisë, çfarë qëndrimi mbajtën, i tha këta të kryenëlidhjes 14-s, Haxhi Kamil. Çfarë qëndrimi mbajtën këta në 12-ën? Po tha ishin Stefan Aqi tha drejtori i institutit, ishin tha për pavarësinë e Shqipërisë. Atëre gjeni shkaqe të tjera, i thaj. Nuk janë shkaqe të që na thoni ju, por gjeni shkaqe të tjera. Këto janë të gjitha të dokumentuara, ju i keni shfletuar vetë në arkiva që qytetarët ta kenë të qartë, po flasim me një studiues të historisë serioz. Po, jo vetëm në arkiva, por janë të Partisë Punës së Shqipërisë, janë në arkivin e Partisë të Punës së Shqipërisë. Gjeni arsye të tjera, o tha. Domethënë, Enver Hoxha vetë, i tha historianëve, nuk shkojnë këto më, kur i tha i në 56, 57, 58, nuk do të se më mëkatën, merreni me mend tani si mund të shkojnë sot në 2025. Si mundet? Prandaj po them që historia e Shqipërisë nuk e ka pasqyruar në mënyrë reale pavarësinë e Shqipërisë, aktin e madh të pavarësisë së Shqipërisë, edhe kontributorët që kanë dhënë, sepse është vepër madhore, është vepër madhështore, nuk është vepër e vogël, dhe është vepër e popullit. E popullit do të thonë figurë e elitës politike, sepse ata ju e keni cilësuar si aktin e parë politik dhe juridik për formimin e shtetit shqiptar, ngjarje që ka bashkuar elitën politike, parinë lokale, klerin dhe popullin e thjesht si kur më parë. Sadiku më lejo dhe një pyetje të fundit, po edhe kjo shumë e rëndësishme. Unë nuk e di, guximi i madh është flasësh sot për elitë politike, po gjithsesi, kjo që kemi, si i shikoni vizionet e politikës sot sa i takon kombit? Po, për fat keq, unë e them, e kam konstatuar, jo vetëm që kam konstatuar, këta nuk kanë vizion politik një, nuk kanë vizion fare për kombin e për shtetin, këta nuk mendojnë ashtu, për fat keq e them, më vjen keq që themi, këta shikojnë se nga shkojnë fuqitë e mëdha. Fuqitë e mëdha kanë interesat të tyre, ne dakord, por ne do të shkojmë interesat shqiptare tek e fundit fare. Si ka mundësi që kjo klasë politike që jemi sot ne, ose top 30 vjet, diskuton akoma kufit e Shqipërisë? Vetëm kaq të mendosh, vetëm kaq. Ai diskuton sot kufit e Shqipërisë që shteti shqiptar ka 113 vjet shtet. Si mund të diskutosh tani kufit e Shqipërisë në mbas 113 vjetësh?
Si mund të lejosh që të japësh, të falësh tokën kombëtare, do në trollit kombëtar, t'ja falësh tjetrit. Tokën edhe detin, se kemi dhe çështjen e detit tani në... Për këtë që do në vend diskutim kufit e Shqipërisë. Si mund të vjen në diskutim kufit e Shqipërisë? Ku kufit e Shqipërisë në protokoll është firmosur, janë firmosur fuqitë e mëdha, se fuqitë e mëdha ka firmosur kufit e Shqipërisë. Ato e vendosen. Atëherë si ka mundësi që ne tani të vëmë në diskutim ne vetë? Pse se ne nuk kemi një doktrinë kombëtare? Doktrinë kombëtare që do të thotë, siç e kanë të tjerët, siç e ka pasur Greqia, siç e ka pasur Serbia, në 1844. Ne idealin kombëtar të rilindjes kombëtare ne e lam në mes dhe ne nuk e shkum më tej, ne nuk e avancuam. Dhe kjo është për fat keq, sepse kjo nuk na jep as ne si shqiptar nuk na jep nder, po edhe në planin kombëtar, në marrëdhënie me shtetet e tjera, në fuqitë e mëdha, ne nuk na jep prestigjin që duhet ta kishim dhe që ne e meritojmë. Sadiku, a jeni optimist që në mos sot nesër të kemi një grup patriotësh për të bërë një ndryshim pozitiv, apo i shikonit largët? Jo, jam optimist, sigurisht që jam optimist, sepse popujt që kanë histori, dhe shqiptarët kanë histori, kanë vazhdimsi, kanë identitetin e kanë të vjetër, por kanë dhe kulturë të këfundit fare, e kanë çfarë duhet. Shqiptarët duhen të zgjedhin njerëz dhe vetë, njerëzit që t'i përfaqësojnë denjësisht në strukturat e tyre, kombëtare, ndërkombëtare e tjerë. Se nuk mund të ndodhë që një popull që ka një histori të tillë, një histori të lavdishme të këfundit fare, edhe tjetë të kyçe në këtë gjendje që është sot. Pse ndodh kështu, janë një nga arsyet është dhe kjo që po themi këto minuta, po diskutojmë, dhe për fat të keq janë këto rrymat e ndryshme të cilat media në televizione u bët publicitet tek e fundit fare. Unë thash grupi Deçanit, grupi atij, grupi këtij, këto janë marrëzira. Këto janë vepra të rënda penale, janë po të ishte legjislacioni kohës komunizmit, dënoheshin për tradhtim larg nga dheu. Janë vepra të rënda, nuk janë ashtu aq kollaj se dalin në televizion dhe flasin çfarë ndoj maqeti. Siç bëjnë këta. Si mundet të vësh në dyshim tani identitetin e kombit tënd, sepse besojnë në këtë fe apo besojnë në këtë fe. Feja është krejt një diçka krejt personale, nuk ka të bëjë fare me identitetin kombëtar. Identiteti kombëtar është identitet me të lindur, domethënë shqiptarët nuk do apo s'do, unë jam shqiptar, do apo s'dua unë, mbas ose s'dua unë. Po unë jam shqiptar, se jam me të lindur. Kështu ka qenë gjyshi, kështu ka qenë stërgjyshi, kështu ka qenë. Unë jam shqiptar, kështu janë fëmijët e mi. Atëherë çfarë do vëm dyshimun se çfarë beson? Pra, janë gjëra të rënda Eliana që cënojnë tek e fundit fare integritetin kombëtar dhe cënojnë tek e fundit fare identitetin shqiptar. Edhe atë flamurin, që flamurin kombëtar, simbolet e kombit, që ne i marrim dhe i përdorim në vend e pa vend, kur ato janë simbole jo vetëm kombëtare, po janë simbole kushtetuese. Ju keni edhe një libër shumë interesant, Sadiku, midis perandorive dhe religioneve, kështu që besoj se do t'ishte i dobishëm për t'u shfletuar, ashtu sikur se keni librin tjetër, Skenar të përgjakur, fuqitë e mëdha në formimin e shtetit shqiptar, Shqipëria 1878-1928, kooperativat bujqësore dhe dizidenca e fshatarëve dhe Shqipëria nën sundimin komunist. Kështu që janë të gjitha libra që i sugjerojmë për qytetarët, shumë sinqerisht e kam sugjerimin, jo për kortezi, meqense po bisedojmë bashkë. Ju falenderoj shumë, Sadiku, për këtë bisedë së bashku, uroj ditë të mbarë edhe gëzuar. Falenderit, gëzuar dhe juve, sukseset. Faleminderit. Në 113 vjetorin e pavarësisë, folëm me studiuesin e historisë, me zotin Xhafer Sadiku, ne ju falenderojmë për vëmendjen e kushtuar.